Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me përgatitë një tortë të thjeshtë për iftar që ju kënaq. E përgatitni shpejt edhe ju më shumë përbashkë. Krejt që kanë nevojitën spore për pandisponjen, pra janë 5 vezë, 200 ml me vaj, 200 ml me qumsht, një sheqer vanile, një pluhur përpjekje për ndryshe me peciv, 200 gram me sheqer, 300 gram me miell, këta janë përbashkët pra për përgatitjen e pandisponjes. Mandej për me lypërmi 2 podinka që përgatitin sipas udhëzimit, pra 2 podinka çokoladës, 6 lugë të gjellës me sheqer, 1 litër me qumsht. Pra zina si gjithmonë, bismillah, fillojna me përgatitjen e pandisponjes, hedhim vezët të mikseri, shtojna sheqerin, mandej një sheqer vanile edhe përzina vezët derisa të bëhet një mos kremoze. Shtojna pra një sheqer vanile edhe furrën e kemi lëshuar në nxehtë temperaturë 180 gradë. E shefni pra mosat po kremoze, tash të hedhim varë, 200 ml vaj, 200 ml qumsht. Shtojna një pluhur përpjekje pra për ndryshe me peciv, se dhe e shtojna miellin. E kemi qikë dhe miellin, tash e përzina mirë. E kemi përzi edhe brumin, duket kështu e nali mikserin, e unën tjetër e kom lyjt tepsin, pra me buter, mundeni me lyj edhe me vaj. E kemi nal edhe mikserin, brumi është gati, tepsin e kom marrë, e kom lyj me buter për ndryshe gjallë, ju mundeni me lyj edhe me vaj, edhe brumin duket kështu, tash e hesim brumin e tepsi edhe me njëherë, fusim po tepsin që të pjeket, pandisponja në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. Bismillah, hedhim brumin pra në tepsi. Pandisponjen e kemi pjek për 30 minuta, e lojna me ftohtë, dhe tash të ezina pra podinkën sipas udhëzimit, siç thash në fillim, derisa të troshet. Edhe pandisponjen e lojna me ftohtë. E kemi zi që shto podinkën, që shpeshefni, është trashët, tash të largojnë të nxjerën edhe në orën shpretin. Pandisponja është ftohtë, tash me njëherë ja qesim pra podinkën e kthejna për mbi nxehtë. E shtrina tash të podinkën në gjitha anët edhe lojna pra tortën që të ftofët. Është ftuar edhe tortja, e kem bë prerjen kështu katrore, format edhe për mi e dekoroj me çokoladë Milka, e kom ngry kështu në gryse, mundeni me dekoru me arë kokosi, arat blume, qka të keni qef ju si pas dëshirës, unë me çokoladë të gryrë, pra Milka që është me lajthia. Është ftuar mirë edhe për iftar me kafe kam ju kënaq. Normal, bas iftarit për bjenzë, për iftar hojna buk. Me të vërtet del super e shëshme që ja vlen ta provoni si për vete, ashtu edhe kur keni mysafir edhe është me pak përbars edhe tepër e shishme. Kështu që neve na bëft mirë, ju po ashtu nëse provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pafshim.